8 humbje brenda 11 ndeshjeve. Liverpooli më në fund vendos për Arne Slot. Liverpooli ka vendosur t'i jep edhe pako trajnerit Arne Slot, pavarësisht rezultateve të dobta. Skuadra ka humbur 8 nga 11 ndeshjet e fundit, por bordi nuk ka hapur asnjë diskutim për një trajner të ri dhe nuk ka kontakte me askënd. Gazetari i njohur Fabrizio Romano thekson se pronarët nuk po marrin asnjë vendim të menjëhershëm dhe situata mbetet e pandryshuar në aspektin drejtues. Nuk kam asnjë lloj informacioni që pronarët e Liverpoolit janë duke marrë një vendim të menjëhershëm, tha Romano në një video në kanalin e tij në YouTube. Slot ende mban besimin e drejtuesve, pasi në sezonin e tij të parë pas epokës Klopp i çoi Reds drejt një titulli madhështor në Ligën Premier. Megjithatë, presioni nga tifozët po rritet me shpejtësi dhe nëse kriza thellohet, qëndrimi i tij në stol mund të vihet seriozisht në pikpyetje. Një skenar që po ndez fantazitë e tifozëve është edhe rikthimi i Jurgen Klopp, i cili ka pranuar se është i gatshëm të marrë sërish drejtimin e gigantit anglez.